Shikues Talmak Press, mirëmbroma dhe mirë se erdhët në këtë agora. Sonte do të flasim për politikën, për pushtetin dhe për një institucion pak të njohur e akoma dhe më pak të aplikuar nga politikanët, sidomos politikanët shqiptar, dhe që është institucioni i dorëheqjes. Në studio me mua është Zeqeria Ibrahimi, ish kryetar i Alternativës. Zoti Ibrahimi, mirëmbroma dhe faleminderit që pranuat ftesën time. Mirëmbroma dhe ju faleminderit për ftesën dhe të mundësinë që të bashkëbisedojmë. Këtë dhjetor ju paraqitët dorëheqje të parevokueshme. Me një arsyetim po e përmbledh me disa fjalë, me arsyetimin se koalicioni vlen tashmë ka nevojë për një vizion të ri politik, për energji të reja, për një filozofi të re politike, le të themi, por edhe për një leadership të ri. Ju nuk konsideroheni, po themi përgjithsisht në opinionin publik, si një figurë politike e konsumuar. Pse gjykuat se nuk ishit ju personi adekuat që këtë filozofi të re politike brenda vlenit ta çonit ju përpara? Paka shumë gjërat janë thënë në atë letër që kam publikuar, më duhet të shtoj ndoshta që duhet jem krejt i sinqert me opinionin dhe ta marr, si të thuash, përgjegjësinë për vetes se ajo çfarë i pret shqiptarët, ajo çfarë pret edhe vlenin, është një detyrim i ri që unë nuk isha në gjendje të them që i dalë Zot për ta bërë. Është e vërtetë që unë nuk jam i plakën për nga mosha, por unë i kam bërë 11 vite në politikë dhe ne mund të qabim qefin vetes se nuk jemi të konsumuar, por unë nuk mendoj se jam edhe i pa konsumuar për shkak se skena politike gjithkë e konsumon. Betejat politike dhe garat elektorale janë mjaft të konsumueshme, andaj edhe unë mendoj që nuk jam ai i vitit 2014 kur s'pariherë jam paraqitur në skenë. Unë gjykoj që shqiptarëve të Maqedonisë u duhet një riformatim i skenës politike, një rikonfigurim edhe i vetë subjektit vlen, dhe kjo kërkon edhe potencial të ri, edhe figura të reja, edhe vizion të ri, që unë për hir të vërtetës nuk isha më i gatshëm ta bëj. Vleni është një subjekt mjaft heterogjen dhe nuk është shumë e lehtë që gjithë ky qenitet i vlenit të sintetizohet në diçka të përbashkët si identitet politik. Unë e kam dhënë një zgjidhje se si mund bëhet kjo, e kam shkruar edhe një skicë që kam dhënë edhe liderëve të vlenit, uroj që të bëhet ajo, por personalisht e gjykoja që nuk mund shumë të ndihmoj në këtë aspekt, andaj edhe e kam ofruar të tërheqjen time. Në aspektin personal mendoj se politika është një mision që vjen një kohë dhe i thua vetes a jam më i patjetërsueshëm të mbetem skenë. Dhe pastaj e lëshon rrugën të vi dikush tjetër. Me që jemi këtu tek misioni, rrugtimin tuaj personal, politik, e konsideroni një mision të përmbushur apo një proces akoma të hapur? Unë konsideroj se pjesërisht është i përmbushur, ashtu siç edhe kam shpjeguar në atë letrën që e kam publikuar, kam gjykuar që njëra nga pengesat e zhvillimit të kombit shqiptar në Maqedoni dhe mbrojtjes së interesave shqiptare në Maqedoni ishte klasa politike që ishte në pushtet nga viti 2002 e këndej. Dhe ajo ja kishte zënë frymën çdo mundësie zhvillimit të kombit shqiptar dhe unë kam qenë pjesë e atij suksesi që atë element i cili e kishte zënë frymën e kemi spostuar në opozitë dhe me shumë gjas ata nuk mund të kthehen ose u duhet ndonjë reformim i thellë që të mund të kthehen. Në këtë aspekt mendoj që kemi bërë sukses për shkak se kemi çliruar hapësirën që të mund vinë shprehje energjitë e reja, figurat e reja, politikat e reja. Zoti Ibrahimi, ju suksesin e matni me faktin që e keni nxjerrë BDI-n në opozitë apo me ato se çka keni arritur të plotësoni nga
premtimet dhe pritshmëritë që njerëzit kanë pas ndaj jush? Janë dy çështje, domethënë nuk ka problem, mund të flasim për të dyja. Unë po them që njëra nga pengesat e mëdha që e ka penguar zhvillimin e kombit shqiptar gjatë viteve të fundit ka qenë pikërisht kjo klasë politike. Dhe ne duke hequr këtë, nuk po flasim për çështje të betejës mes oponentëve, por kjo ka qenë një pengesë shumë e madhe që të kemi zhvillim të kombit shqiptar. Kurse pjesa tjetër ka të bëjë me përmbushje të premtimeve elektorale, që mund të flasim për çdo njërin veç e veç. Mund të flasim për zhvillim të komunave, mund të flasim për çështje të investimeve në arsim. Jo, si fillim do flasim, nuk ka problem. Jo, për momentin do të mbetemi tek alternativa. Një historik i përbashkët që kanë pjesa më e madhe e partive politike në Maqedoninë e Veriut, pra partive shqiptare, në këto 35 vite pluralizëm politik, është se përgjithsisht janë parti të dala nga një parti tjetër amë. Do me thënë, kalon një kohë, një grupacion, është i pakënaqur, krijon një parti të re e kështu me radhë. Fat të tillë ka pas edhe subjekti juaj politik. A arritët të krijoni identitetin tuaj, apo gjatë kohës së krijimit të këtij identiteti politik keni pas edhe ju devijimet tuaja? Më duhet vetëm që korrigjoj se lindja e lëvizjes Besa në vitin 2014 një pjesë e madhe thash Besa po. Një fraksionimi për ndonjë subjekti tjetër, ka qenë thjesht një akumulim i një grupi të rinjve që kanë bërë atë parti politike, por është e keni saktë që pastaj alternativa është të derivat i lëvizjes Besa. Po, ama edhe ata që formuan Besën kanë qenë funksionar ose personazhe politike në parti të ndryshme. Një ose dy, domethënë, nuk kemi pasur një pjesë po. Ishte më tepër, ka qenë vetëm se lideri i lëvizjes Besa ka qenë ish funksionar në kohë BDI-s dikur herët, por asnjë tjetër nga eksponentët të cilët e kemi bërë lëvizjen Besa nuk ka pasur asnjë pozitë në partit të kaluar. Si të qoftë, mos e flasim për alternativa. Mos e bëjmë, thënë, pastaj vjen alternativa si derivat e lëvizjes Besa, në fakt ka ndodhur një çarje në vitin 2017, e pastaj ka imponuar të formohet partia alternativa. Në kuptimin e interesave shqiptare, sigurisht nuk është i mirë ky fragmentim kaq i madh i skenës politike shqiptare, në kuptim të pluralizmit politik është e nënkuptueshme se çdo kush ka të drejtën të formojë një parti politike. Fundja vetë fjala partie e nënkupton pjesën, nënkupton që ne kemi një pjesë të elektoratit, dhe kemi një pjesë të angazhimit tonë politik e kështu me radhë, dhe nuk shoh të keqe gjë. Ajo që ndoshta do të kishte qenë më e rëndësishme të diskutohet është çfarë janë arsyet që e bëjnë këtë fragmentim të partive politike shqiptare. A janë ato arsye doktrinare, a janë arsye programore, apo janë ambicie personale? Apo janë ambicie personale ose hatërmbetje. Për fat të keq, në plot raste kemi pasur shembuj jo të mirë kur hatërmbetjet personale kanë qenë arsye që të bëhen partitë e tjera, por edhe kjo nuk është ndoshta të fatkeqësi, sepse kështu funksionon gjithkund pluralizmi. Këtë shembull i keni edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe tek skena politike e partive jo shqiptare të Maqedonisë. Ajo që duhet ndoshta të diskutohet jo vetëm në këtë rast, por gjithnjëherë shqiptarët të Maqedonisë u duhet të artikulojnë saktë se cili është interesi i tyre kombëtar në këtë shtet. A e din ata se çfarë shteti duan, a e din shqiptarët të Maqedonisë çfarë Maqedonie duan, a e din ata se si e shohin ata veten dhe si i shohin të tjerët. Në këtë aspekt unë nuk jam fort i kënaqur se shqiptarët e kanë shumë të qartë. Subjekti juaj politik arriti ta qartësoj këtë mendësi se çfarë shteti duan dhe çfarë politike duhet bërë? I mbani mend gjërat nëse jeni më herët në vendin tonë, më thonë lëvizja Besa kur ka dalë në skenë, ka të kemi ruajtur edhe në programin e alternativës, ka qenë një fjalë vetme që ka bërë identitetin e Besës, pastaj edhe identitetin e alternativës, ka qenë fjala ridefinim. Dhe ky ridefinim ka pasur si nën tekst idenë se ne duhet ta ridefinojmë shtetin, për shkak se ky shtet është i konceptuar në mënyrë të gabuar,
për shkak se janë në fakt të dy shumica në këtë shtet dhe nuk është vetëm një shumicë dhe grupi i pakicave, se shqiptarët janë shumica e dytë në këtë shtet dhe kjo duhet të reflektohet edhe në dokumentet e ndërtimit të shtetit. Në këtë aspekt nuk mund të mburrem që lëvizja Besa e atëhershme ose e sotshme dhe alternative e sotshme e kemi arritur ndonjë sukses shumë të madh në këtë aspekt, megjithse rrethanat e përgjithshme na kanë ndihmuar që pjesërisht të bëhet diçka në këtë drejtim. Fjala bie, sot emri i këtij shteti më nuk është Republika e Maqedonisë, por është Republika e Maqedonisë së Veriut, dhe kjo e ka ridefinuar jo vetëm emrin e shtetit, por edhe emrin e shtetësisë. Sot përkatësia shtetërore nuk është më Maqedonas, por është qytetar i Maqedonisë së Veriut. Dhe kjo është një zhvillim i mirë, edhe pse në kuptim të çështjeve të tjera nuk është se mund të mburremi shumë. Gjithsesi ne dimë se në fund politika është çështje e numrave dhe ne për fat të keq nuk i kemi pasur as nuk i kemi ato numrat mjaftueshëm që ta rikthejmë këtë temë dhe të mund të flasim me partnerët tanë. Në gjykimin tim, shumë rrallë ndodh që të mund t'i bësh një politikani, sidomos një politikani aktiv, pyetjen se cilat janë gabimet tuaja, se përgjithsisht gjendet gjithmonë një justifikim për t'i ikur dhe për të mos ia vënë emrin gabim. Por duke njohur profilin tuaj, besoj se mund t'ja lejoj vetes t'ju pyes se cilat ishin ato që ju i konsideroni si sukseset e alternativës, por edhe gabimet që ky subjekt politik ka bërë në këtë historik të vetin. Po, nëse thash më duhet të jem vetë kritik, unë mendoj se alternativa me gjithë këto ecejaket të mundimshme që i ka pasur gjatë kësaj rruge të mbijetesës politike për shkak të përçarjeve që kanë ndodhur, mendoj që ka qenë mjaft e pjekur në vitin 2022-3 që ta kuptoj realitetin politik se duhet të bëhet bashkë gjithaj spektri asaj që atëherë ishte opozita shqiptare, për shkak se vetëm ashtu mund të bëhej një blok i fuqishëm që ta bënte suksesin që sot e ka bërë Vleni. Dhe pa dashur të mohoj suksesin e çdo kujt që sot është në Vlen, opinioni e din që fillimi i Vlenit është bërë kur Afrim Gashi ja ka shtrirë dorën Tupinall Kasamit. Dhe kjo ka qenë arsyeja që pastaj të bashkohet edhe Izet Mezgjiti dhe në fund të vijë edhe Taravari dhe ne t'i bëjmë zgjedhjet e kaluara bashkë. Dhe unë më mendoj që ky hapi i alternativës ka qenë shumë i rëndësishëm që të hapet rruga e asaj që sot është Vlen. Në qoftë se mund të themi cilat kanë qenë gjërat që unë mund t'i konsideroj si jo të pëlqyera nga ky aspekt, unë nuk do të kisha dashur që ne të bëhemi pjesë e qeverisë në vitin 2021, për shkak se nuk u vlerësua pjesëmarrja jonë në atë qeveri nga partnerët që ishin në atë qeverisje dhe ata shumë shpejt pasi shpëtuan për disa muaj e hodhën alternativën jashtë në mënyrë shumë të ullët dhe këtë opinioni e di këtë punë, andaj nuk është mirë që alternativa të u bë pjesë e asaj qeverie edhe pse ishim të lutur edhe nga Shqipëria edhe nga faktori shqiptar në Kosovë që ta ndihmojnë për shkak se ishte çështja e hapjes së negociatave me BE-n e të tjera dhe ne e bëm këtë, por partnerët tanë nuk e vlerësuan këtë punë dhe ne pastaj u detyruam të praktisim atë qeveri për më pak se një vit e gjysmë. Tash gjithçka tjetër është e diskutueshme dhe nuk është që iki ndonjë gjëje që nuk duat të flasim për çdo çështje. Po ju referohem fjalëve tuaja, opinion publik dhe diskutime. Në fakt, dorëheqja juaj është diskutuar në forma të ndryshme në opinionin publik, qoftë në sferën politike, qoftë edhe në sferën sociale, le të themi. Dorëheqja juaj ishte një akt politik, moral apo strategjik? Po mund të thuash se të trija nga pak. Domethënë në kuptimin strategjik unë mendoj që Vlenit i duhet një gjak i ri, një frymë e re për ta ndihmuar zhvillimin e Vlenit. Kurse unë pas kaq viteve nuk e kam atë energji që ta ofroj për ta bërë
vlenin ashtu siç kemi bërë në fillim Besën dhe pastaj alternativa. Në kuptimin personal unë jam gjuhëtar dhe punoj në Institutin të Trashëgimisë Shpirtërore Kulturore të Shqiptarëve dhe nuk është unë kam identitetin tim të parë politik. Unë angazhimin politik e kam bërë për shkak të një të detyrimi të bindjeve të mia, por në kohën që e shoh se nuk është i patjetërsueshëm angazhimi im politik publik, e kam shumë kollaj të tërhiqem se kam plot punë të mia të pa përfunduara në planin profesional që më duhet t'i bëj. Nëse flasim për pjesën etike, gjithashtu domethënë kam shpjegimet e mia për shumë çështje të politikë bërjes në këtë vend. Nuk mund të them se jam gjithnjë i kënaqur me plot vendimet që janë marrë dhe për shkak se e vlerësoj etikën, bile në zgjedhje kemi pasur një farë debati ashtë me përkatësia etike apo etnike. Unë kam edhe çështjen tjetër ashtë me përkatësia etike apo politike. Me thonë, unë kisha dashur që të mbaroj karrierën time politike duke e vlerësuar këtë komponentën etike. Andaj e kam gjykuar se më mirë është ta lësh politikën se të lë politika. E kam gjykuar se sot është çasti më i volitshëm kur e bëj këtë në formën më të lehtë dhe pa asnjë të hatërmbetje dhe pa asnjë zënk me askën. Ju e keni njohur mirë filozofinë e lëvizjes Besa, më pas filozofinë që keni krijuar tek Alternativa, e njihni mirë filozofinë që e përfshin, le të themi, koalicionin Vlen, sepse janë disa subjekte pak e vështirë të identifikosh si subjekte politike se cilës filozofi apo cilës shkollë politike i takojnë. Pra ka mundësi të ndryshme, qëndrime të ndryshme. Mendoni që Vleni mund të shkrihet në gjithë të diversitet mendimesh politike dhe të krijojë një subjekt me një drejtues? Po, unë jam shumë optimist që kjo është e mundur të bëhet, pavarësisht se unë s'kam ndejt që ta bëj, unë jam shumë optimist që kjo bëhet. Ajo që duhet të bëhet në Vlen është që eksponentët e sotëm të Vlenit duhet ta kuptojnë se për të bërë Vleni duhet një identitet i ri i Vlenit. Nuk është e mjaftueshme duke i theksuar identitetet parciale partijake dhe duke i imponuar ato në identitetin e përgjithshëm të Vlenit. Andaj unë kujtoj se gjitha partitë politike të Vlenit duhet ta ndërtojnë një identitet të përbashkët politik të cilit i besojnë gjithë dhe për cilin angazhojnë gjithë në mënyrë të përbashkët. Të gjithë në Vlen e dinë se askush nga ata nuk është i vetë mjaftueshëm që ta bëjë betejën vetë. Dhe duke qenë kështu, ata janë të detyruar që të mbeten bashkë, qoftë edhe për arsye elektorale, kurse që të bëhen një subjekt i përbashkët politik me një identitet të ri politik, me një filozofi të re politike, kjo është të detyrim i tyre. Andaj, edhe po të mos e duan, të e bëjnë se s'kan rrugë tjetër, domethënë. Dhe unë e kam bërë një farë skice që të më rrinhet aty, por gjithsesi që për të bërë shtëpia e re duhet të praktikojnë shtëpitë e vjetër. Mendoni se protagonistët politik të koalicionit tuaj do të arrijnë t'i kapërdinë egot personale për t'i dhënë primatin një figure, se i pari një duhet jetë? Unë ju them me shumë përgjithësi se derisa unë kam qenë pjesë e leadershipit të Vlenit, nuk ka pasur tensione për figurën e parë. Me thonë, unë e di se ju mund të aludoni a mund të merren vesh zoti Izet Mexhiti me zotin Bilal Kasami se kush do të jetë. Nuk i dihet se egot politike lindin në çdo moment? Po sigurisht, më thonë, unë ju them me shumë përgjithësi që asnjëherë nuk ka pasur asnjë tendencë. Është evidente se në opinion pjesët që janë të lëvizjes Besa dhe pjesët që janë të lëvizjes demokratike e mbështesin njërin apo tjetrin, por ata dy mes vete nuk kanë asnjë zënk apo ndonjë tatërmbetje për punën e leadershipit. Dhe për të mos pasur, unë kam dhënë aty një zgjidhje që Vleni të mos jetë një parti lideriste, po të jetë një parti ku pushteti i leadershipit është i përqendruar tek presidenca dhe ku lideri është një udhëheqës i përkohshëm, një vjeçar i Vlenit dhe kështu që i vije rasti çdo kujt. Si më thënë, e kam shpikur këtë zgjidhje
Edhe për këtë arsye, por unë ju them me shumë përgjegjësi që mes zotit Izzet Mexhiti e zotit Bilal Kasami nuk ka pasur edhe nuk ka asnjë zëng për atë pozitë. Shumë më tepër është zhurmë me opinionit, pse jo ndoshta edhe e aktivistëve, se sa e vet atyre. Duke i qëndruar këtij lloji arsyetime, ju sipas gjykimit tuaj, çfarë mendoni se solli në skenë Vlenin? E solli nevoja politike për të pasur një filozofi të re politike, një mendësi të re politike dhe ju krijuat të gjithë së bashku Vlenin, apo në fakt ishte antiteza ose ishte ana tjetër e një konsumi të bërë të lodhshëm në gjykimin politik të shumë protagonistëve të partive të vjetra të cilat kishin menaxhuar për diku të 20 e ca vite me skenën politike në Maqedoninë e Veriut. Po, më thonë, nuk ka një definicion të vetëm për këtë punë. Do më thonë, është evidente që klasa politike e BDI-s ishte stërt konsumuar dhe më nuk arrinte të mbahej në këmbë me atë kauz. Ajo u ndërtua në vitin 2002 për shkak të luftës dhe si thuaç shigjeta që kishte dalë nga Harku me sloganin e UÇK-s, aq shkonte lart dhe aq shkonte larg. Thjesht BDI-n e konsumoi koha. E ka konsumuar pastaj pasioni për të qëndruar në pushtet në çdo kusht. Ajo edhe në vitin 2016 kishte më pak vota se ç'kishte opozita shqiptare, por opozita ishte e ndarë. Dhe ata gjithnjë nga viti 2016 shpiknin zgjidhje duke i përçarë partitë e tjera që të mund mbeten në pushtet. Do mendoj që ata nuk arritën të bëjnë reformën që të mund të vinë shprehje si një forcë e re. U përpoqëm njëherë me atë fushatën e Blert, që ishte vetëm për një cikël zgjedhor, një fushatë e ndërtuar për PR dhe asnjëherë nuk u përmend më. Kjo është pjesa që ata u bën të stërt konsumuan. Dhe pjesa tjetër ishte kur opozita shqiptare e kuptoi se pa u bërë bashk gjithë opozita shqiptare nuk fitohet BDI-ja. Dhe kjo ishte një çast i pjekurisë që opozita shqiptare e kuptoi se vetëm kur të bëhemi bashk, edhe pse nuk jemi të njëjtë, edhe pse kemi plot gjëra që na dallojnë, ne duhet të bëhemi bashk që të mund ta mundim BDI. Dhe mendoj që kështu, më thonë, rënja e BDI-s dhe pjekuria e opozitës shqiptare bëri efektin që sot u bë kjo që BDI-ja është në opozitë kurse Vleni është në pushtet. Për kaq kohë sa Vleni është në pushtet dhe menaxhon me këtë pushtet, tek shqiptarët e kam fjalën, mendoni se Vleni e ka justifikuar pritshmërinë e masës që ka pasur ndaj këtij koalicioni, apo ka pasur, le të themi, dhe dështimet e veta në këtë pritshmëri? Thonë, më duhet të them që gjithnjë është e mundur të bëhet më mirë. Dhe nëse flasim, është super e mira, ne mund të dakordojmë që ka gjëra që mund të bëheshin më mirë. Por ama duhet ta keni parasysh një aspekt, më thonë, Vleni është në qeveri as një vit e gjysmë të plot dhe e ka partner qeveritar, një parti që e ka siguruar shumicën pa votat e Vlenit. Dhe ne jemi në qeveri duke i përfaqësuar shqiptarët me 25% në çdo nivelit të pushtetit. Se ne kemi thënë, ju në qoftë se na merrni vetëm për shkak se duhet të ketë shqiptar në qeveri, ne nuk vim në qeveri. Se ju e keni shumicën dhe urdhëroni bëheni vetë qeveri. Jo do të jeni. E në qoftë se jemi edhe ne aty nuk jemi për të përfaqësuar vetëm numrin e deputetëve shqiptar. Ne jemi në qeveri për ta përfaqësuar gjithë kombin shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Dhe në këtë në aspekt përfaqësimit është ruajtur përfaqësimi në çdo nivel, që nga pozita e kryetarit të kuvendit, e numrit të ministrave, të zëvendës ministrave, të drejtorëve, të punësimeve, gjithkund është ruajtur ekuilibri që Vleni e ka 25% e pushtetit. Për pjesën tjetër të realizimit të premtimeve, unë jam shumë i sigurt se kemi bërë punë që nuk janë bërë gjatë 20 viteve të kaluara. Dhe më thonë, fjala bie ka qenë dispozit e marrëveshjes së Ohrit të ketë ligj për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, dhe këta cilët gjatë gjithë viteve i fitonin zgjedhjet duke përmendur marrëveshjen e Ohrit, nuk e kishin bërë atë ligj. Dhe Vleni e bëri vetëm për këtë periudhë të shkurtër. Në kuptim të arsimit,
ne kemi marrë vendim qeveri që 34 milion euro të shkojnë për ndërtimin e kampusit universitar Nën Tereza, që kur nuk ka ndodhur në historinë e arsimit shqip në Maqedoni. Në kuptim të zhvillimit të komunave, me ligjin për veçqeverisë lokale të vitit 2004, kur asnjëherë nuk janë shpërndar fonde për zhvillim të komunave shqiptare sa janë shpërndar për këtë një vit e gjysmë. Dhe me thënë dikun mbi 80 milion euro janë shpërndar vetëm për zhvillim të komunave shqiptare. U bë ligje për zyrtarizimin të medresesë Isabeu, e cila nga viti 84 që ishte e themeluar nuk ka qenë e zyrtarizuar. Thonë janë gjëra evidente, më thonë nuk po flasim për gjëra, se më thonë PR-it, janë gjëra që sot ne i shohim sakt. Andaj po ta gjykojmë kështu, duke pasur parasysh se VMRO-ja nuk është e mvarur prej nesh. Vleni ka imponuar të ketë projekte shumë të rëndësishme për mbrojtjen e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Unë po e ndjek logjikën tuaj dhe do të ndalemi pak këtu. Ju e përmendët përfaqësimin, pushtetin, sigurisht që përfaqësimi është pushtet. Sot nëse ndahemi në opinionin publik, të atyre që artikulojnë mendim në aspektin publik, po edhe të masave në popullat, kemi dy qëndrime përballë njëra tjetrës. Njëri qëndrim është se sot shqiptarët e kanë humbur pushtetin e tyre real, qoftë në ekzekutiv, qoftë në institucione të ndryshme, dhe pala tjetër që mendon dhe shprehet se ne jo vetëm që e kemi ruajtur pushtetin që kemi pasur në rastin më të keq, por në rastin më të mirë e kemi përforcuar atë. Dhe ju si pjesë e politikës jeni të detyruar që le të themi të jepni një shpjegim edhe atyre që janë kundër jush dhe atyre që janë pro jush. Unë nuk po them të mandani me thikë se e kanë humbur shqiptarët pushtetin, se sigurisht nuk do të më pranonit një gjë të tillë edhe po të ishte e vërtet, apo në mendimin e atyre që shqiptarët e kanë përforcuar pushtetin e tyre politik. Në një mendim të përgjithshëm. Më duhet t'ju sjell shembuj të krahasimit që ta shpjegojmë këtë punë. Shembull BDI-ja në vitin 2000 kanë shqiptarët realisht pushtet. Po, gjithsesi të më thonë, në vitin 2014 BDI-ja ka pasur 150.000 vota dhe i ka marrë një 20 deputet. Dhe BDI-ja nuk ka pasur pozitë të kryetarit të kuvendit. Unë ju them që derisa ka qenë BDI-ja në pushtet me VMRO-n, e cila i kishte votat vetë dhe nuk i duheshte BDI-ja, kur nuk e ka pasur kryetarin e parlamentit. Vetëm kur ra fuqia e VMRO-s dhe LSDM-ja ishte e patjetërsueshme të ketë shqiptar, atëherë edhe kryetarin e parlamentit. Por pse BDI-ja nuk e mori asnjë kryetarin e parlamentit në kohën e Nikola Gruevskit? A më kuptoni? Se edhe pse kishin numrin e deputetëve që asnjë parti shqiptare nuk e ka pasur hiç asnjëherë. Ne nuk e kemi ato numra dhe ne e kemi kryetarin e parlamentit. Dhe kjo është evidente për shkak se Vleni kur është futur në qeveri ka thënë ne jemi këtu për ta marrë 25% e gjithë hisës të përfaqësimit shqiptarëve në këtë shtet. Dhe nuk rrim nëse nuk e marrim këtë hisë. Atëherë, domethënë pushtetin nuk e kanë humbur shqiptarët, e kanë ruajtur apo e kanë forcuar? Të dy alternativat të dyta. Shqiptarët e kanë ruajtur pushtetin e katërtës në çdo instancë. Pushtetin e ka humbur BDI-ja. Jemi që nga marrëveshja e Ohrit jemi 25 vite më pas. Një rrugtim i vështirë i Maqedonisë së Veriut në politikat e brendshme, një rrugtim i vështirë i Maqedonisë së Veriut në politikat e jashtme, një rrugtim akoma dhe më i vështirë drejt proceseve të eurointegrimeve, por kur ndalemi te faktori shqiptar në këto 25 vite, edhe sot e kësaj dite vazhdojmë të diskutojmë për ligje, për rregulla loje, le të themi bazike. Pse në gjithë këto vite ju si protagonist në kohra të ndryshme në këtë protagonizëm politik keni mbetur akoma në këtë që të flasim akoma për gjuhën, për përqindjen, për përfaqësimin politik? Pse kemi mbetur në tema kaq bazike? Ta kuptojmë që marrëveshja e Ohrit nuk e zgjidhi këtë çështje. Dhe prandaj akoma këto tema janë aktive edhe të hapura. Nuk i zgjidhi marrëveshja si marrëveshje apo zbatimi i marrëveshjes? Edhe vetë teksti i marrëveshjes, edhe vetë kushtetuta e vitit 2001, edhe pastaj zbatimi i saj. Domethënë çfarë dua të them? Në kushtetutën e vitit 91, shqiptarët ishin të definuar si pakicë etnike në preambull të kushtetutës. Në vitin 2001, shqiptarët u diferencuan prej kombit të parë shumicë dhe u bën
dhe aty u të definuan si bashkësi etnike. Dhe shqiptarët edhe në Kushtetutën të 91-shit, edhe në Kushtetutën e 2001-shit janë në koshin e pakicave. Dhe tash shtrohet pyetja pse këta që e bën marrëveshjen e Ohrit e lejuan këtë, se kështu humbën kuptimi i gjithë angazhimit luftarak, se u bë lufta që ne ta ndryshojmë statusin. Dhe çfarë ndodhi? U bë lufta dhe statusi i shqiptarëve në Kushtetutë mbeti i pandryshuar, sepse në preambull të Kushtetutës ka qenë pakicë etnike, u bë bashkësi etnike. Dhe duke qenë kështu, kjo pastaj e ka implikuar edhe korpusin e të drejtave të tjera, në kuptimin të politikave gjyqësore, të politikave arsimore, të kulturës e të tjera. Duke mos e zgjidhur statusin e shqiptarëve në preambull të Kushtetutës, as në vitin 2001, i kemi lënë tema të hapura, temën e gjuhës, temën e arsimit, temën e kulturës, dhe prandaj Partisë Shqiptare flasin akoma, për shkak se shqiptarët vetvete e kanë perceptimin se janë një komb i dytë për nga shumica dhe duhet t'i kenë të drejtat të barabarta me kombin e parë shumicë, ose të barabarta ose s'paku të njëjtë drejta e kombit shumicë, kurse në perceptim të maqedonasve, por edhe në dokumente, shqiptarët janë të hedhur në koshin e pakicave. Dhe kjo pastaj krijon të frustrim, se shqiptari thotë, po ne e bëm luftën, ne duhet ta kemi Shqipen barabartë me maqedonishtën, por në ligj nuk është bërë kështu, Ali Ahmeti nuk e ka bërë këtë. Dhe kjo pastaj replikon debatin e këtillë që akoma është aktive dhe sot. Ju a keni krijuar mekanizmat e duhura se si do t'i jetësoni këto problematika që sipas jush janë të bartura nga pushteti paraprak? Por unë mendoj që puna e statusit të shqiptarëve është të vështirë e kthyeshme si debat për shkak të numrave, domethënë kur nuk është bërë kjo në kohën e marrëveshjes së Ohrit që të sankcionohet në Kushtetutë, ne nuk mund ta imagjinojmë se do mund t'i bindim maqedonasit që të bëhemi 2/3 e shumicës në parlament, që t'ua imponojmë atyre që të pranojnë se shqiptarët janë kombi i dytë shumicës në këtë vend. Nuk duhet të kemi iluzione, a kemi angazhimin, po unë mendoj se shqiptarët duhet të mbajnë aktive dhe gjallë faktin që ne nuk jemi pakicë etnike, por jemi kombi i dytë shumicës në Maqedoninë e Veriut. E megjithatë ka dy gjëra në këtë logjik. E para, marrëveshja e Ohrit nuk është një marrëveshje që u krijua vetëm nga një subjekt politik. Pra ishte një marrëveshje e njohur edhe nga ndërkombëtarët, edhe nga pala tjetër, një marrëveshje nga disa faktorë që u arrit të kornizohen me ato pika. Dhe tek ajo që ju përmendët numrat. A mendoni se për çështje të cilat janë thelbësore dhe të qëndësishme për identitetin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, mund t'i tejkaloni diferencat dhe shqiptarët të arrijnë numerikisht të forcohen me qëndrime të përbashkëta për tema dhe çështje të caktuara? Po, domethënë kjo edhe në të kaluarën ka ndodhur edhe sot ndodh. Fjala bie në qoftë se ne kemi një ligj që e avancon përdorimin e gjuhës shqipe, shqiptarët gjithë në parlament e kanë votuar në vitin 2018. Ne në atë kohë kemi qenë opozitë e kemi votuar ligjin që është sot, që nuk është ndonjë ligj shumë i mirë, por është një avancim i përdorimit të gjuhës shqipe. Dhe unë mendoj që për çështje të këtilla shqiptarët janë unifikuar dhe prapë mund të unifikohen. Nuk është se ne kemi divergjenca në shkallë që asnjëherë për asnjë gjë s'bëhemi bashkë. Sikur ta hapim çështje të këtilla, unë jam i sigurt se shqiptarët janë të gatshëm bashkohen. Fjala bie temën e integrimit për ndryshimet kushtetuese. Edhe opozita shqiptare është e mendimit njëjtë, edhe pushteti shqiptar është i njëjtë. Jam i sigurt se po të vijë ajo pikë në parlament, nuk do shtrohet pyetja se kush e solli këtë si problem, a pushteti apo opozita. Shqiptarët gjithë blanko janë për integrim, andaj për këto tema strategjike dhe të interesit të përgjithshëm shqiptarët gjithnjë jemi bashkë dhe prapë mund të bashkohen. Me që e përmendët integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, që padyshim që është një element shumë i rëndësishëm edhe për mirëqenien e qytetarëve shqiptar brenda këtij shteti. Cilat mendoni sipas jush që janë tre sfidat kryesore me të cilat do të përballet Maqedonia e Veriut, që do duhet i tejkaloj për ta përshpejtuar këtë proces i cili ka ngelur në vend numëror që nga 2005-a? Ne dim se pengesa
themelore për vazhdimin ose për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian është zbatimi i ndryshimeve kushtetuese për përfshirjen e bullgarëve në kushtetutë si pakicë etnike. Dhe shqiptarët nuk kanë dilemë që kjo duhet bëhet për shkak se është interesi strategjik i shtetit. Në çdo çast që vjen ai propozim në kuvend, shqiptarët, gjithë deputetët shqiptar të ta votojnë, por ne dim që kjo nuk bëhet pa fuqinë e numrave të deputetëve maqedonas. Dhe derisa ata nuk binden, kurse për t'i bindur nuk mjafton vetëm argumentimi shqiptar, por është edhe faktorin ndërkombëtar që është ofruar si lehtësues në këtë rast, ne nuk arrim në këtë pikë. A mendoni se shqiptarët po e paguajnë një lloj kostoje? Po mendoj që vetëm shqiptarët, nuk është që vetëm shqiptarët po paguajnë koston, unë mendoj që shumë shpejt do vi kostoja e vetë shtetit, se në qoftë se ky shtet do rri jashtë procesit eurointegrues, kurse shqiptarët kanë interes strategjik të bërë antar të Bashkimit Evropian, kjo e rri divergjencën edhe fragilitetin mes dy bashkësive etnike në Maqedoninë e Veriut. Sot për sot shqiptarët për shkak të patjes në shtëpi të themi kanë mirëkuptim për qëndrimin palës maqedonase për identitetin e tyre etnik. Por kjo nuk është e përhershme, se vjen një kohë shqiptarët do thonë, ok, ne e duam që ju ta keni identitetin tuaj të konsoliduar edhe etnik edhe gjuhësor, por kjo nuk mund shkojnë në pafundësi që ne të mos bëhemi antar të BE-s, se kjo e dobëson pozitën edhe të shqiptarëve edhe të shtetit. Andaj është në interesin e përgjithshëm që të zgjidhet kjo punë sa më shpejt. Me që jeni tërhequr nga funksionet politike le themi dhe tani jeni pak më komod për të dhënë ndoshta edhe një sugjerim për partnerët tuaj. Në fund të kësaj interviste, cila do të ishte sipas jush këshilla më e vlefshme që duhet ta ketë vëth në vesh koalicioni vlen për të përmirësuar politikën në interes të shtetit si shtet, por kryesisht në interes të nacionalitetit që ata përfaqësojnë dhe mbrojnë politikisht? Nuk ka diçka që ata nuk e dinë. Unë e kam thënë edhe në takime me liderët e Vlenit, ne duhet ta kuptojmë se BDI-ja është në opozitë dhe se përfaqësuesit e shqiptarëve në pushtet janë përfaqësuesit e Vlenit. Dhe kjo duhet të merret në mënyrë të përgjithshme, e të ndërgjegjshme, e shumë serioze, për shkak se suksesi edhe dështimi i shqiptarëve varet nga përfaqësimi i Vlenit sot. Andaj nuk na lejohet komoditeti i gabimeve, sepse ato gabime nuk janë thjesht gabime të një subjekti politik, por janë gabime që i të fakturohen një kombi të tërë në Maqedoninë e Veriut. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këtij emisioni dhe mbi të gjitha ju falenderoj për modelin që i keni sjellur politikës shqiptare kudo ku ajo funksionon, se modeli asaj që në politik shpeshherë mençuria më e madhe është të dish të tërhiqesh dhe kur të tërhiqesh. Ju falemderit edhe juve për mundësinë e këtij bashkëbisedimi, ju falemderit edhe për vlerësimin që keni. Edhe unë jam i atij mendimi që shumë është e rëndësishme që njeriu ta ketë perceptimin e saktë se kur është koha ta përfundoj një cikël të angazhimit të tij. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë. Ndërkohë ne pas pak do të kemi një lidhje me ambasadoren e Shqipërisë në Kanada, Zonjën Malo. Zonja Malo, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Agora. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zonja Malo, ju jeni një figurë me një kontribut shumë të çmuar, qoftë në jetën politike, por edhe atë akademike në Shqipëri. Pasi keni ushtruar detyrën e ish zëvendës ministres së jashtme, keni qenë deputete në Parlamentin e Shqipërisë, keni ligjëruar në universitetet të Shqipërisë dhe jashtë saj, por njëkohësisht keni një kontribut shumë të çmuar edhe në mbrojtjen e disa prej kategorive më të ndjeshme sociale, shoqërore, siç është roli gruas apo minoritetet. Në aspektin diplomatik, si e përjetuat ftesën për të qenë kryediplomatja shqiptare në Kanada? Shumë papritur, ishte surprizë, nuk është se unë kisha menduar më parë që të bëhesha ambasadore nga pozicioni aktual që kisha, por me shumë emocione, por dhe me shumë përgjegjësi.
Si vlerësoni raportet mes Shqipërisë dhe Kanadas dhe cilat janë prioritetet e bashkëpunimeve dypalëshe? Kanadaja dhe Shqipëria kanë 38 vite marrëdhënie diplomatike dhe gëzojnë marrëdhëniet më të mira të mundshme në këtë periudhë kaq të gjatë. Kemi 25 vjetorin e ambasadës vitin e ardhshëm dhe jam shumë e lumtur të shpreh kënaqësinë për rendimentin e arritur tashmë me shtimin e marrëveshjeve të përbashkëta dhe bashkëpunimeve me interes për të dyja shtetet. Kanadaja është një nga vendet më të mëdha në botë multikulturore. Si e vlerësoni ju qëndrimin që ky vend ka ndaj shqiptarëve në mënyrë të veçantë, por edhe ndaj rajonit të Ballkanit? Kanadaja është një shtet shumë social, ka politika sociale shumë të forta dhe shumë të rregullta, gëzon një diversitet etnik ashtu siç dhe ju e përmendet me të shumëllojshëm dhe nga më të pasurit, pothuajse në të gjithë botën. Vëmendja aktuale është kthyer përtej marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, drejt Shteteve të Bashkimit Evropian, po edhe drejt Ballkanit. Shqipëria për fat të mirë konsiderohet tashmë si një nga shtetet akoma jo kandidate, akoma jo antare, por kandidate të Bashkimit Evropian, me ndryshimin më të madh ekonomik dhe me mundësitë më të mëdha të një bashkëpunimi midis dy vendeve. Zonja Malo, sa i madh është komuniteti shqiptar në Kanada dhe sa të vështirë e ka në ata, ose le të themi si po e përballon ky komunitet një sfidë të fortë dhe një sfidë që kryesisht e kanë të gjithë ata që emigrojnë në vende të ndryshme, që është sfida mes të adoptuarit, të përshtaturit, të integruarit në shoqëritë ku bëjnë pjesë, por nga ana tjetër edhe sfida e ruajtjes së identitetit kombëtar nga vendet ku vinë. Nuk do të flas me shifra zyrtare sepse për të patur një rekord të sigurt të shifrave të diasporës, kudo që ajo qoftë, është shumë e vështirë për çdo komb, sepse arsyet e emigrimit dhe të regjistrimit të diasporës njihen dhe janë nga më të ndryshmet, kështu që për fat keq nuk gëzojmë një numër zyrtar të sigurt. Hulumtimet janë të shumta sepse ka shumë shqiptarë që kanë hyrë në territorin kanadez me pasaporta greke, italiane, shumë kanë ardhur edhe për shkak të situatave të ndryshme personale dhe kanë ndryshuar ndoshta dhe mbiemrin edhe ndoshta edhe pasaportizimin, por duke marrë parasysh se diaspora konsiderohet shqiptarët nga çdo rajon dhe këtu i referohem shqiptarëve të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë Veriut, Malit të Zi, numri pak a shumë i përafërt që ne kemi në dokumentacionet tonë zyrtare është 70.000, por mbi, asnjëherë më pak. Sfidat që përballin shqiptarët në Kanada janë të natyrave të ndryshme. Ne konsiderohemi këtu si një diasporë jo shumë e vjetër, si një diasporë e re, në 3 dekadat e fundit, kryesisht shqiptarë që kanë ardhur prej Kosovës për shkak të luftës aty, të cilët janë në mbështetje të plotë nga qeveria kanadeze dhe tashmë Kosova edhe Kanadaja gëzojnë marrëdhënie të shkëlqyera, janë të integruar më së miri në shoqërinë kanadeze dhe kjo na lehtëson edhe ne shumë punën për të kërkuar të drejta, për të kërkuar benefite dhe për të ngritur sa më lart imazhin e kombit tonë në Kanada. Për sa i përket të dhënave të publikuara qoftë nga Banka e Shqipërisë, qoftë nga Ministria e Tregtisë ose e Transportit, shifrat këtë vit kanë arritur, po flas, i referojmë 2024-2025-ës, kanë arritur në një rritje prej ndoshta edhe 25-30% krahasuar me vitet e tjera. Kjo është një shenjë shumë e mirë që po kthehet vëmendja ndaj vendeve ku ka shumë shqiptar, por edhe nga vendeve tona anëtare. Duke mbetur në këtë logjik, le të themi, sa të integruar janë shqiptarët në shoqërinë kanadeze dhe a janë ata thjesht të integruar si krah pune, le të themi, apo integrimi i tyre ka arritur në nivele të tjera që mund të jenë akademike, të biznesit, të medias? Në fakt, kjo ka qenë edhe një nga arsyet e para që unë nuk e mendova shumë gjatë për të pranuar këtë detyrë, sepse sipas studimeve shumë vjeçare,
Kanadaja është një nga shtetet që ka politikat e emigrimit më të rregullta, vështirë të diskutosh dhe të gjesh raste të një emigracioni të palishëm në Kanada, sepse rekrutimi dhe mënyrat se si kanë aplikuar shqiptarët për të hyrë në territorin kanadez dhe më pas për të integruar në shoqërinë kanadeze, kanë qenë të filtruara, kanë qenë kryesisht intelektual, pra Kanadaja ka kërkuar që të hapen thirrje dhe të aplikojnë shqiptarët të cilët kishin fillimisht grupi i parë intelektualëve që ka hyrë kanë qenë inxhinier, pastaj mjek, pastaj avokat, edhe kështu me radhë. Sigurisht të gjithë shqiptarët që kanë hyrë në Kanada për të filluar një kapitull të ri këtu, janë nështruar sërish një studimi universitar, pavarësisht se sa shumë ata eksperiencë ose diploma kanë pas nga Shqipëria, sepse ju është kërkuar mjeksimi, dhe kemi shumë shqiptarë të dalluar, të shkëlqyer, të cilët sot jo vetëm që kanë sipërmarrje shumë të suksesshme me shifra shumë të konsiderueshme jo vetëm për shoqërinë kanadeze dhe për qeverinë kanadeze dhe janë taksapagues shumë të rregullt, por edhe në marrëdhëniet tregtare midis Shqipërisë dhe Kanadas, por ka edhe shumë shqiptarë që punojnë në pozicione shumë të rëndësishme në qeveri, në mjeksi, në nivelet akademike, dhe puna ime është një kënaqësi vete që jam në kontakt të vazhdueshëm dhe jam shumë krenare të them që ambasadorët më të mirë janë ata. Ne jemi zyrtar, mandati ton ka një periudhë të caktuar, do të vim do të kryejmë detyrën dhe kur të largohemi do të mbahemi mend për ato detyra të suksesshme që kemi lënë pas, por emrin e Shqipërisë këtu e mbajnë shumë lart dhe me shumë dinjitet shqiptarët, të cilët jetojnë edhe punojnë dhe na nderojnë. Do të mbetemi sërish në Ballkan edhe tek elementi shqiptar. Si do të mirë përshkruanit raportet politike dhe diplomatike që Kanadaja ka specifikisht me vendet e Ballkanit në mënyrë të veçantë me shqiptarët, duke marrë në konsiderat edhe raportin e diasporës, por edhe raportet historike, le të themi. Në Kanada ka komunitete të shifrave të mëdha, dhe këtë e them me bindje të plotë, nga vendet të ndryshme të Ballkanit. Dhe po bëhet një punë e shkëlqyer për të patur edhe grupet e miqësisë parlamentare midis Kanadas dhe vendeve përkatëse të Ballkanit, dhe tashmë ajo që unë po vëre nga puna ime e përditshme me kolegët, po dhe me autoritetet kanadeze, është që jo vetëm që janë në konsiderat vendet e Ballkanit, jo vetëm që shifrat e tregtisë sa vende dhe po rriten dhe po shtohen ato marrëveshje të bashkëpunimit, por ka edhe kërkesa nga pala kanadeze për të bërë investime dhe për të patur një tur ballkanik nga autoritetet të ndryshme. Kjo gjë ndoshta do të ishte shumë e shëndetshme që në vijim këtë e diskutoj shpesh edhe me brezin e ri këtu në Kanada, që të kemi një përfaqësues, një zë shqiptar edhe në nivelet politike, në qoftë federale, qoftë provinciale, siç është sistemi në Kanada, nga bashkëdhetarët tanë, të cilët jo vetëm që e meritojnë, por mbështesin edhe përkrahin figura të ndryshme politike të autoriteteve kanadeze ndër vite. Dhe pse jo, të tashmë ka ardhur koha pas 35 vitesh, 38 vitesh, që të kemi edhe ne mes të rinjve dhe të rejave tona, që janë njerëz shumë të integruar dhe me shumë dinjitet këtu në Kanada, të përfaqësojnë në parlamentet ose në zyrat më të rëndësishme të drejtimit politik të Kanadas, kuptohet sigurisht në bashkëpunim me shtetet e tyre anëtare. Unë kam fatin e madh që unë kam një vit si ambasadore në detyrë, por kur kam ardhur këtu jam përqafuar dhe kam gjetur 2 kolegë shqiptar, të cilët i përgëzoj shumë për punën që kanë bërë, ata kanë më shumë vite se unë këtu, janë të 2 shqiptar, është ambasadori i Kosovës që sigurisht është shqiptar, por është edhe ambasadori i Maqedonisë Veriut që është shqiptar. Këta 2 zotrinj dhe unë së bashku me ta Rishtazi,
kemi një bashkëpunim shumë të fortë në kuadër të bashkëpunimit dhe të bashkimit të shteteve që ne përfaqësojmë në emër të një kombi të përbashkët. Dhe kjo na ka sjell edhe një reagim më të fortë dhe më të shpejt edhe nga pala kanadeze, sepse sigurisht kur bashkohen tre shtete në siglën e tyre, por në emër të një kombi, sigurisht që perceptimi është shumë herë më serioz. Cila do të mi konsideroni si iniciativat kryesore për forcimin e marrëdhënieve ekonomike, politike, kulturore mes Shqipërisë dhe Kanadas të iniciuara nga ambasada jonë atje? Ne, stafi i ambasadës, sapo ka përfunduar hartimin e planifikimit kalendarik për vitin 2026, na u desh shumë kohë në fakt gjatë muajve të fundit që ne ta ndryshonim edhe ta azhurnonim këtë program, sepse kishim shumë ide dhe shumë dëshira të cilat janë shumë të bëshme dhe shumë të plotësueshme. E kemi emëruar 2026 në viti i rinisë dhe i ekonomisë, dhe jo pa qëllim, sepse këto janë dy shtyllat kryesore të cilat ne do të kemi fokusin kryesor, pa dashur ta anashkalojmë edhe ato kolonat e tjera të punës tonë, të cilat janë jo vetëm që janë të detyrueshme, por janë edhe me rezultate shumë të mira, kështu që do duhet që të kemi një ekuilibër në programimin tonë. Por prioritetet kryesore ne sapo kemi lançuar linjën ajrore direkte Toronto-Tiranë, e cila do të fillojë fluturimin e parë në datën 18 qershor. Është punuar shumë intensivisht për të arritur kjo marrëveshje me kompaninë Air Transat, dhe kjo është një marrëveshje e cila do të ndihmojë shumë edhe në zhvillimin e shkëmbimeve të delegacioneve zyrtare, të turizmit, të ekonomisë, të prekjes të Shqipërisë edhe të vendeve të rajonit, sepse tashmë aeroporti i Nën Terezës në Tiranë është bërë një pikë strategjike shumë e rëndësishme për gjithë rajonin, kështu që do të përdoret edhe si një pikë për të bërë tranzitin ose për të vizituar krejt zonat rreth. Shqipëria me shumë entuziazëm kanadezët shprehen që duke shkuar në Shqipëri ne mund të vizitojmë gjitha kryeqytetet e Europës për shumë pak kohë, sepse Kanadaja ka distanca shumë të mëdha. Brenda Kanadas fluturimi më i shkurtër mund të jetë 5 orë, 4 orë, kështu që duke qenë në Tiranë dhe duke shkuar në gjitha kryeqytetet europiane shumë afër, kanadezët e kanë parë si një risti që do të t'i lehtësoj. Nga ana tjetër, kemi shumë projekte në Tryezë. Ne do të vijojmë të punojmë për hapjen e konsullatës së përgjithshme në Toronto shumë shpejt brenda këtij viti, e cila do të mundsojë shërbimet e qytetarëve më efikase me një distancë pak më të përshëndruar, pasi edhe komuniteti shqiptar më i madh gjendet në atë zonë. Po nga ana tjetër, ne do të arrisim në këtë mënyrë edhe përfaqësimin tonë zyrtar diplomatik me 2 seli tashmë, jo vetëm me përfaqësimin e ambasadës. Dhe një tjetër pikë shumë e rëndësishme është përfshirja e grupit rinor. Komuniteti rinor në Kanada është shumë dinamik, shumë aktiv, dhe ambasada është duke përfunduar një platformë që do të quajmë Now, që ndryshe do të quhet New is the Way, që do të thotë ne përpiqemi që të lidhim gjeneratat e para me brezin e ri për të kthyer kokën nga vendlindja dhe nga të gjithë mundësitë që ofron Shqipëria për rinin, dhe duke integruar këtë dhe duke bashkëpunuar sigurisht edhe me mekanizma të ndryshme të agjensive ekonomike dhe tregtare për investime, qoftë në nivelin akademik, qoftë në nivelin ekonomik apo atë kulturor. Kështu që sigurisht mund të flas pafund për projektet që ne kemi në Tryezë, sepse janë vërtet shumë dhe pothuajse çdo muaj ne jemi duke i plotësuar akoma që të jemi sa më praktik dhe më real në gjërat që bëjmë, por ajo që është e sigurt është që ne këtu ndihemi shumë komod sepse kemi mbështetjen maksimale të komunitetit dhe autoritetet kanadeze janë gjithmonë mikpritës për çdo risi që ne ofrojmë për bashkëpunim. Zonja Malo, unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë, për këto mendime që ndat me ne dhe që ju drejtuat edhe audiencës së shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, por jo vetëm, dhe sigurisht ju urojmë edhe gëzuar festat e fundvitit.
Faleminderit ju shumë. Ne i dërgojmë gjitha urimet më të mira për gjithë shqiptarët e Maqedonisë Veriut. Gëzuar Krishtlindjet, gëzuar vitin e ri, qoftë 2026 një vit i bardhë, plot shëndete dhe suksese. Faleminderit shumë. Gjithë mirat nga Kanadaja. Faleminderit. Të nderuar ndjekës të Almak Press dhe ndjekës të Agorës, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen që na keni kushtuar edhe në këtë emision. Duke ju lënë sërish takim të shtunën e ardhshme në orën 20:30 në Almak Press.